Mirë se u gjetëm të dashur miq dhe ndjekës të kanalit Psikologjisë Shpirtërore. Sot, sikurse e shikojmë titulli, do flasim për jetën dhe veprën e Jezu Krishtit. Dhe le të shkojmë pa humbur kohë në pjesën e parë të këtij mësimi, ku flitet pikërisht për profecitë rreth Jezusit. Pra, profecitë e dhjetës së vjetër pikërisht për ardhen e Jezusit në dhjetën e re. Së pari numërohen mbi 300 profeci të dhjetës së vjetër, të cilat tregojnë për Jezusin, duke përfshirë vendlindjen e tij. Pra tek profeti Mikea 5, vargu 2 na thuhet që ai do lindte në Betlehem. Gjithashtu për kryqëzimin e tij na thuhet tek Psalmi 22:16 dhe për ringjalljen e tij tek Psalmi 16:10. Dhe le të lexojmë këto tre vargje shkurtimisht për të parë pikërisht çfarë na thon qindra vite para se Krishti të vinte, pra të lindte në këtë lindje të mbinatyrshme nga Virgjëresha Mari, pikërisht siç kemi thënë. Dhe nëse shkojmë së pari tek Mikea 5:2 na thuhet: por ti, o Betlehem Efrata, megjithse je i vogël midis mirave të Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga kohrat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Ndërkohë tek Psalmi 22:16, pra vargu i parë Mikea flitet për vendlindjen e tij dhe për natyrën e përjetshme të Krishtit, dhe vendlindja që ishte Betlehem, nga ku lindi dhe Virgjëresha Mari. Kurse te Psalmi 22:16 na flitet pikërisht për kryqëzimin e Krishtit, ku na thuhet: sepse qend më kanë rrethuar, një grup keqbërësish më rri rrotull, më kanë shkuar duart dhe këmbët. Pra profeci nga mbreti David në frymën e Perëndisë. Për krishterët, autori i Biblës është vetë Perëndia, është fryma e shenjtë. Dhe Davidi përmes frymës së shenjtë, pra i frymëzuar, jep pikërisht këtë profeci qindra vite më parë se ajo të ndodhte. Dhe u thuhet tekstualisht, përveç faktit që pra këtu qend është një metaforë, pra kuptohet njerëz që flitet për njerëz që kanë këtë natyrë, që i kundërvjeshin, le të themi Krishtit, ata që e mohuan, ose një grup keqbërësish, ndërkohë që aty praktikisht ishin dy keqbërës, pra ishin tre kryqëzime në atë ditë, Jezusi në mes dhe krahas tij dy keqbërës. Dhe thotë që më rrin rrotull dhe më kanë shkuar duart dhe këmbët. Pra shpimi i duarve dhe këmbëve është pikërisht praktika e kryqëzimit romak në atë kohë. Dhe nëse kthehemi te Psalmi 16:10, shohim pikërisht edhe për ringjalljen e tij, po nga mbreti dhe profeti David, profetizuar qindra vite më parë, ku ai në frymën e shenjtë thotë: sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjti yt të shohë korruptimin. Pra ja ku është pikërisht, pra nuk do ta lësh shpirtin tim pikërisht në vendin e prehjes, që është Sheoli sipas hebrejve, dhe nuk do lejosh që i shenjti yt, pra flet pikërisht flitet për Krishtin, të shohë korruptimin. Pra vdekja nuk do ta mbante Krishtin, por do kishte ringjalljen. Pra nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol, do të thotë që do dilte pikërisht nga Sheoli për të rikthyer në tokë. Shembull gjithashtu kemi profecitë e profetit Isaia, kapitulli 53, po ne për hir të kohës nuk do e lexojmë të tërin, po ftoj të gjithë ta lexojnë këtë, ku jepet një përshkrim mjaft i detajuar dhe në fakt mund të jetë profecia, le të themi, më fotografike, le ta quajmë, ku përshkruhet pikërisht Mesia, pra Krishti i cili do vuante dhe do të mbante mëkatet e njerëzimit. Dhe kjo profeci është shkruar jo më pak se 700 vite para ardhjes së Krishtit. Dhe Krishti në fakt dhe Mesia janë e njëjta gjë, nuk janë emra ose mbiemra, janë tituj, që do thotë i vajosuri i Perëndisë. Pra Mesia në hebraisht, Krishti, që në shqiptar kemi marrë nga greqishtja, Kristos, është e njëjta gjë, pra si Krishti dhe Mesia. Okej, kalojmë nga profecitë rreth Jezusit për të shkuar tek mësimet radikale të Jezusit. Pra kush ishin mësimet e tij themelore? Radikale si fjalë do të thotë nga fjala latine radica, që do të thotë rrënja. Pra mësimet rrënjësore, le të quajmë,
për ta përshtatur më mirë në shqip, të Jezu Krishtit. Mësimi i parë është pikërisht duajeni armiqt tuaj. Domethënë që na thuhet tek Mateu 5:44, pjesë e predikimit në mal, që është regjistruar nga vetë dishepulli i tij me emrin Matej, i cili ishte një tagrambledhës, njëri i pasur në atë kohë, por që i la të gjitha për ndjekur Jezusin. Dhe në mënyra si ai shkruan, duket që është njëri i shkolluar, që i bëj mirë dhe llogarit, kurse datat dhe kronologjitë. Dhe tek Ungjilli pikërisht sipas Mateut, nga kapitulli 5 deri te kapitulli 7, regjistrohet një ndër predikimet e plota, domethënë, dhe mjaft të detajuara të vetë Jezu Krishtit ndaj dishepujve dhe gjithë turmave që ndiqnin në momentin kur ai u shpall si Mesia dhe kryente mrekulli. Dhe njerëzit e ndiqnin nga shumë krahina, madje edhe nga shtete të tjera, domethënë, siç ishte Siria në atë kohë. Dhe pikërisht mësimi i duash armiqt është pikërisht pjesë e predikimit në mal. Dhe predikimi në mal në vetvete është një plan ose një lloj shabloni, le të themi, ose një model për jetën e krishtere. Pra çdo i krishter inkurajohet që të ndjeki, le të themi, këtë model jetese siç Jezusi i jep tek predikimi në mal. Dhe aty në fakt janë 2 kapituj, ne nuk mund të lexojmë të gjithë për efekt kohe, por le të lexojmë vetëm tek Ungjilli sipas Mateut, në kapitullin 5, vargu 44, se çfarë ka thënë mes të tjerash në këtë predikim vetë Jezu Krishti për turmat në atë kohë. Pra kapitulli 5, vargu 44, Ungjilli sipas Mateut, shkruhet. Dhe le të lexojmë nga 43-shi, te 44 te 43 jetë një kontrast midis Testamentit të Vjetër, çfarë mësonin judejt në atë kohë sipas Biblës hebraike, dhe ku që Jezusi plotson me mësimet e Testamentit të Ri. Dhe lexojmë te 43-shi, ju keni dëgjuar, pra thot Jezusi, ju keni dëgjuar se që thënë, duaje të afërmin tënd dhe urreja armikun tënd. Vargu 44, por unë po ju them, duajeni armiqt tuaj, bekoni ata që u mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin. Pra këtu është kontrasti, pra deri në vjetën e vjetër mësoi, pra duhet të afërmin tënd dhe urrej armikun tënd. Pak a shumë siç mësojnë shumë fe, ose pothuajse të gjitha fet sot në botë. Kurse Jezusi thotë të duani armiqt tuaj dhe të bekoni ata që ju mallkojnë. Pra nëse dikush ju mallkon, ta bekoni. Nëse dikush ju urren, ti bëni të mirë atij që të urren. Dhe nëse dikush ju keqtrajton ose ju përndjek, të luteni për ata. Ky është mësimi i Jezusit në predikimin e mal. Ndërkohë, në mësimet e tij rrënjësore ose radikale, ai shpesh i ilustronte historitë me shëmbulltyra. Pra me një lloj figuracionesh ose ilustrime që lidheshin me kontekstin kohor të atyre viteve, pra dhe të asaj gjeografie që ishte Izraeli kohës. Dhe disa nga këto shëmbulltyra, ndër më të njohurat, mund të përmendim biri plankprishës ose djali plankprishës, sikurse dhe Samaritani i mirë. Për gjithë ata që duan t'i lexojnë, mund t'i kërkojnë dhe mund t'i shohin këto shëmbulltyra dhe shumë shëmbulltyra të tjera që shfaqen në Ungjil. Dhe qëllimi i këtyre shëmbulltyrave ishte pikërisht që t'i zbulonte dëgjuesve, jo vetëm të asaj kohe, po deri në kohët që do të vinë, ku hyjmë edhe ne deri në sot, mëshirën e Perëndis. Pra Perëndin si një atë mëshirëplot për gjithë krijesat e tij, si dhe vlerat e mbretërisë së Perëndis. Do thonë të jetosh sipas vullnetit të Perëndis, të dish fjalën e Perëndis, që është Bibla, dhe të jetosh sipas fjalës së Perëndis, me dashuri, pra kundryshe në frym dhe në të vërtetë. Pra këto ishin mësimet, disa nga mësimet radikale të Jezusit, ndër më të njohurat mund të themi sot në botë, por ka shumë të tjera që mund t'i gjeni në Ungjillin e Biblës, ku janë 4 ungjillit, i Lukës, i Markut, i Mateut dhe i Gjonit. Le të shohim në këtë pjesë dhe mrekullitë dhe kuptimin e tyre, pra mrekullitë e kryera nga Jezusi dhe çfarë nënkuptojnë këto mrekulli. Së pari, ato që na regjistrojnë në Ungjil janë mrekullitë e natyrës.
Pra Jezusi qartësi tregonte që ai kishte kontroll dhe autoritet mbi natyrën. Disa që përmenden janë ecja mbi ujë ose qetësimi i stuhive e me radhë. Tregojnë pra pikërisht fuqinë e tij mbi krijimin. Pra duke qenë Perëndia vetë në shëmbullimin e figurës së Krishtit, birit të tij, na jepet që ai ka fuqi si një perëndi krijues mbi krijimin e tij. Pra mos harrojmë i pari kryesor i Perëndisë është krijuesi i gjithësisë. Dhe ai ka pushtet dhe fuqi absolute mbi gjithë krijimin e tij sepse është i tij. Një tjetër, le të themi, seri mrekullish janë pikërisht shërimet. Pra të verbër që i çelen syt, të çalë që fillojnë dhe ecin. Lebrosi ishte një smundje shumë e rrezikshme në atë kohë, një lloj, le të themi, infeksioni i lëkurës që transmetohej, dhe lebrosët zakonisht mbaheshin të izoluar, nuk afroi dikush tek ta. Jezusi i prekte dhe i shëronte. Këto nuk demonstrojnë thjesht fuqinë e Perëndisë, se thamë ai ka pushtet absolut mbi krijimin e tij, por demonstrojnë dëmshurinë dhe hyjnin e Krishtit. Pra dëmshurinë e Perëndisë ndaj krijesës së tij. Të tjera mrekulli janë ringjalljet. Ringjallja e Lazarit na regjistrohet, vajza e Jairit, ose dhe djali i Jushës e të tjera. Pra flasim për disa ringjallje që Jezusi ka kryer, të cilat janë të regjistruara në Ungjil. Kuptimi i tyre është se ato paralajmërojnë fitoren e tij, pra të Zotit dhe Perëndisë mbi vdekjen. Pra na jepet ne si një inkurajim për të rritur besimin tonë që Zoti ka pushtet absolut edhe mbi vdekjen. Dhe ata që besojnë Zotin Krisht kanë të njëjtin autoritet sepse ai është Zoti. Dhe nuk kanë për ta parë vdekjen, sikurse thotë vetë Jezusi, por kanë kaluar nga vdekja në jetë, të ndryshme në përjetësi, që sipas Biblës është jeta e vërtetë, ndërkohë që jeta fizike është një jetë e përkohshme që na përgatit për përjetësi. Dhe këto ishin disa nga mrekullitë, pra them gjithmonë disa, sepse në Bibël ka të regjistruara me dhjetra të tilla, të cilat mund t'i lexoni vetë, herën e Zotit. Dhe le të shkojmë te një tjetër pikë, kryqi dhe shlyerja. Tjetër vepër e Krishtit, pra po flasim pikërisht për veprat e tij. Dhe këtu e fillojmë me një pyetje që ndodh shpesh, sidomos ka ata që interesohen për besimin e krishterë, por nuk njohin, le të themi, atë në hollësi, pse duhet të vdiste Jezusi? Pse duhet të vdiste Jezusi? Dhe përgjigja ndoshta më e thjeshtë është Jezusi duhet të vdiste si një shlyerje zëvendësuese për mëkatet tona. Pra, mëkati që ne kemi trashëguar që në koha e Adamit dhe Evës, meriton vetëm ndëshkim. Dhe ndëshkimi është përjetësi larg Perëndisë. Pra vdekje e përjetshme, që në Bibël njihen si ferri. Pra të gjithë jemi për në ferr, si natyrë mëkatare që jemi. Sepse asnjë mëkat, qoftë edhe më i vogël, dhe qoftë vetëm një, nuk hyn dot në parajs. Sepse parajsa është e përkryer dhe aty banon vetë Perëndia, i tërshënti, dhe ëngjëjt e tij. Që i njeriu si natyrë mëkatare nuk hyn dot në parajs me forcat e tij. Por duhej një zëvendësues, që ishte vetë Perëndia, i ardhur në Krishtin birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Pra ai mori, sikurse na thot Isaia, që përmendëm si kapitullin të parë, Isaia 53, ku gjithë kapitulli flet për profecinë e vuajtjes së Mesias dhe vdekjes së tij, mund të shohim këtu vargun 53:5, pra një varg për të ilustruar pikërisht këtë që thamë. Pra Isaia 53:5. Ku na thuhet, por ai u të shpua, pra prap flitet për të shpimin, pra kryqëzimin, për shkak të shkeljeve tona. Pra kryqëzimi i tij është për shkeljet tona. U shtyp për pautësitë tona, dëshkimi për të cilin kemi paqen, pra paqen me Perëndin, është mbi të. Dhe për shkak të burratave të tij ne jemi shëruar. Pra burratat janë plagë. Pra u kryqëzua për shkak të mëkatit ton, thënë ndryshe. U shtyp për pautësitë tona dhe ndëshkimi për të cilin ne kemi paqen me Perëndin, është mbi të. Pra diku tjetër na thuhet në Testamentin e Ri kësaj radhe që Perëndia ishte në Krishtin në kryq
kur bëri paqe me njerëzimin. Dhe për shkak të burratave të tija, pra dhimbjes së tij, vuajtjes së tij, plagëve të tij, ne jemi të shëruar. Pra zemërimi i Perëndis për gjithë mëkatet tona ra mbi Krishtin. Dhe të gjithë ata që besojnë te Krishti marrin faljen e mëkateve. Ky është me pak fjalë për kufizimin e shlyerjes, që është pjesë e Ungjillit. Ndërkohë tek Testamenti i Ri dhe tek Ungjilli i Gjonit është pikërisht momenti kur Jezus i dha frymën e fundit dhe tek vargu 19:3, 19:30, ai pikërisht sipas dëshmitarëve që i kanë regjistruar këtë histori, na thuhet që kur Jezusi e mori uthullën që i dhanë ushtarët kur ai kishte etje, tha, u krye, dhe duke ulur kryet dha frymën. Pra u krye. Kuptimi i fjalës u krye në këtë kontekst biblik është pagesa e plotë për mëkatin. Pra ai pagoi si thua borxhin ton para Perëndis që ne të kemi jetën e përjetshme. Pra ky është kryqi, pra çfarë në kupton kryqëzimi i Krishtit, pra vdekja e Jezusit dhe shlyerja e mëkatit nëpërmjet kryqëzimit. Dhe shkojmë në fazën tjetër që është ringjallja, dhe për ringjalljen do flasim për provat dhe ndikimin që ato kanë pasur në histori. E para, siç e thamë, është provë historike, ringjallja e Krishtit, dhe këtë tregon varri i tij bosh. Pra varri i cili varret atë kohë nuk ishin të thjeshta, ishte një lloj shpelle që mbyllej me një gur të madh tek hyrja e shpellës, një gur që nuk mund të hapej dot, ishte mjaft i rëndë. Dhe vari i tij u gjet bosh 3 ditë pas kryqëzimit. Sikurse kemi dhe rrëfime dëshmitarësh okular, dhe këtu mund të lexojmë tek 1 Korintasve 15:6, ku na thuhet praktikisht, pastaj thotë ju shfaq një herë të vetme më shumë se 500 vëllezërve. Pra përveç dishepujve të tij, që na thuheshin 11. Këtu na thuhet që shfaq në një herë të vetme më shumë se 500 vëllezërve. Pra 511 e kanë parë Krishtin të ringjallur. Dhe thuhet prej të cilëve më të shumtë të rrojnë edhe sot, shkruan apostulli Paul. Kurse disa kanë rënë në gjumë, pra kanë fjetur, siç është shpreha hebraike për vdekjen. Pra mbi 500 dëshmitar e kanë parë Krishtin të ringjallur. Dhe shumë të tjerë e kanë parë varrin bosh. Gjithashtu kemi dhe historinë e dishepujve të transformuar, që morën frymën e shenjtë, siç Krishti e kishte profetizuar atyre, ditën e rreshajave ose ditën e Shavudit, siç quhet në hebraisht, ose ditën e Pentekostis, siç mund i themi në ndryshe, ku dishepujt që prisnin në Jeruzalem morën frymën e shenjtë, pra Perëndia banoi brenda tyre, pra bëri tempull në trupat e tyre, siç bënte besimtarët e Regjinut sot, dhe ata ndanë Ungjillin duke folur dhe në gjuhë huaja, të ndryshën gjuhë panjohura, dhe duke kryer shenja e mrekullisë sikurse kryente dhe Jezusi, pra të ngjashme me mrekullitë e tij. Si dëshmi për të treguar turmave ku ata predikonin këtë lajm të mirë të Krishtit, pikërisht se Perëndia ishte me ta dhe vepronte në ta. Pra bën shenja mrekulli përveç se shpalljes së Ungjillit. Dhe pse ka rëndësi e gjithë kjo? Ka mjaft rëndësi, ringjallja e Krishtit është ndër kolonat kryesore të besimit të krishterë, sepse siç na shkruhet te 1 Korintasve 15:7, nëse Krishti nuk u ringjall, besimi ynë në këtë rast i krishterë është i kotë. Dhe le ta lexojmë 15 Korintasve 17 për ta parë më konkretisht. Dhe le ta lexojmë nga 16 për ta kuptuar pak më mirë. Apostulli Pauli drejtohet disa besimtarëve të cilët nuk besonin më të ringjallja. Ai shkruan, në qoftë se të vdekurit nuk ringjallen, as Krishti nuk është ringjallur. Por në qoftë se Krishti nuk është ringjallur, i kot është besimi juaj. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. Pra në qoftë se Krishti s'do kryqëzohej dhe do ringjallej, mëkatet tona nuk falen. Këtë thotë edhe apostulli Pauli. Por me besimin në kryqëzimin dhe ringjalljen e tij, ne marrim pikërisht, pra hymë në këtë testament të ri me Perëndin.
në trupin dhe gjakun e Krishtit dhe marrin pikërisht shpëtimin dhe faljen e mëkateve. Dhe dëshmi për këtë gjë është rilindja e besimtarit nga fryma e shenjtë. Dhe le të shkojmë më tej, të dashur miq, pra pas ringjalljes, provave dhe ndikimit, flasim pak për pretendimet e vetë Jezusit për hyjninë e tij, për natyrën e Perëndisë që ai kishte. Tek Gjoni 10:30 është regjistruar vetë Jezusi kur thotë që unë dhe Ati jemi një. Pra Perëndia Atë dhe Perëndia Birë janë një. Dhe këtu mund të fusin dhe frymën e shenjtë, janë një frymë, dhe diku tjetër vetë Jezusi thotë që Perëndia është frymë. Pra ky është një mister i Perëndisë, se si ai vepron dhe se si domethënë mrekullitë që ai bën, pra të pamundurat që i bën të mundura, është përtej le të themi kapacitetit tonë për ta kuptuar, por si besimtar ne nisemi nga ajo çfarë shkruhet në Bibël dhe çfarë fryma na zbulon, pra fryma e shenjtë na zbulon për shkrimet e shenjta. Dhe këtu Jezusi thotë qartë atë që unë dhe Ati jemi një. Pra unë jam Perëndi, jam një me Perëndin. Dhe po të kthehemi te Gjoni 1:1, thotë në fillim ishte fjala, pra logosi, e thamë mësimin e kaluar, vetë urtësia dhe karakteri i Perëndisë, natyra e tij. Pra në fillim ishte logosi, ose në fillim ishte Jezusi, le ta themi. Jezusi ishte në Perëndin dhe Jezusi ishte Perëndi. Dhe Jezusi erdhi në mish, pra në trup, dhe ishte dritë e botës. Dhe vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall të tretën ditë, që këto mëkate të shkryen në anë të besimit. Të ndryshe, pra një përmbledhje për çfarë folëm deri tani. Një tjetër rast ku ai ka folur, prapë regjistrohet në Evangjelin e Gjonit, kapitulli 8 vargu 58, ku ai u thot judenjve të asaj kohe, të cilët nuk e besonin si Mesia, i thot para se Abrahami të ishte, ose para se të ishte Abrahami, unë jam. Pra kujdes, ai thot para se të ishte Abrahami, flet për kohrat e kaluara, mijëra vite, e kthen në kohën e tashme, unë jam. Dhe në fakt kjo nuk është thjesht një pretendim i kohës së cilës i referohemi, por unë jam, ose Jahve në hebraisht, ishte pikërisht emri i Perëndisë në atë kohë. Dhe Jezusi këtu pretendon emrin e Perëndisë, që unë jam Perëndia juaj, jam vetë Perëndia i Izraelit, Perëndia i Biblës. Dhe për të kuptuar kontekstin, mund të shkojmë te libri i Eksodit, ku është vetë Abrahami përpara Perëndisë. Perëndisë shfaqur në atij në një shkure që flakëronte po nuk digjej. Pra shkojmë tek Eksodi 3:14. Dhe më falni, se unë gatrova me Abrahamin, por në fakt i shfaqet Mojsiut, ndërkohë që Jezusi i referohet para Mojsiut. Pra që në kohën përpara se Abrahami të ishte, që përpara fillimit. Abrahami është më i vjetër se Mojsiu nga profetët. Por emri unë jam përmendet pikërisht te profeti Mojsi, te libri i Eksodit, dhe mund ta lexojmë pak më sipër. Lexojmë nga vargu 13, pastaj 14. Atëherë Mojsiu i tha Perëndisë: ja, kur të shkoj te bijtë e Izraelit dhe t'u them, Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Po të jetë se ata më thonë, cili është emri i tij? Ç'përgjigje t'u jap? Pra Mojsiu thotë, ti them që Perëndia e jetërve tana është shfaqur, po nëse ata më pyesin, cili është emri i Perëndisë, çfarë përgjigje do t'u jap? Dhe vargu 14, Perëndia i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Dhe kjo shkruhet me gërma kapitale. Unë jam ai që jam, është vetë emri, unë jam. Pastaj tha, do të thuash kështu bijve të Izraelit, unë jami më ka dërguar tek ju. Unë jami, siç e thamë në gjuhën hebraike, Jahve, që është emri i Zotit. Dhe këtu Jezusi thotë, unë jam. Ndërkohë kemi edhe një argument nga një prej shkrimtarëve të krishterë më të njohur sot në botë, C.S. Lewis, me titullin Gënjeshtar i çmendur ose Zot, ku ai citon: Jezusi nuk mund të ishte thjesht një mësues i mirë, në thonjza, nëse ai pretendonte të ishte Perëndi. Dhe e mbyllim këtë pjesë të pretendimeve dhe kalojmë Jezusi në fetë të tjera. Prekëm pak edhe në mësimin e parë, pra këndvështrimet e ndryshme mbi figurën e Jezusit dhe hyjninë e tij. Tu do shohim disa të tjera. Pra në Islam, Jezusi është nderuar si profet, pra profeti Isa, sipas tyre, por jo i kryqëzuar
dhe jo hynor. Pra Islami e njeh Jezusin, e lartëson si një figurë të dërguar nga Perëndia, tu bashkohet me Krishterimin, madje mëson dhe për lindjen e tij të mbinatyrshme dhe përmend që fryma e Perëndis do vinte te kjo gjëresh për te Maria, Meriem es pasyre, dhe do lindte Isa, pra një bir, ëh? Por ata njëkohësisht thonë pra që nuk është i kryqëzuar Jezusi, por sipas tyre aty si thua Perëndia ose Allahu sipas tyre kreu një diçka, një lloj trazire ose dhe u kryqëzua dikush tjetër në vend të tij, sipas shkrimeve kuranore. Dhe mohojnë hynin e tij. Pavarësisht se edhe Kurani përmend shumë ose disa le të themi mrekullitë e Jezusit. Për shembull, një prej tyre është ku Jezusi merr dhe nga toka, i fryn dhe nga dheu formohet një zog, pra një plumb, le të themi. Dhe kjo është fiks e ngjashme me historinë e krijimit të njeriut në Bibël dhe në Kuran, ku Perëndia krijon Adamin nga pluri i tokës, i fryn dhe pikërisht kjo formë njerëzore nga dheu bëhet njeri që është dhe Adami. Dhe nga Adami, brinja Adami krijon Evën. Por mohohet sipas tyre pra kryqëzimi thamë për shkryerjen e mëkateve dhe natyra hynore e tij. Ndërsa në judaizëm ata pretendojnë që është një Mesia, pra është një Mesia, thonë ata, ose rabin i rem, pra Mesia i rem ose rabin i rem. Pra dikush që thjesht pretendonte se ishte Mesia shpërndimtari, por që ishte thjesht i rem sipas tyre. Dhe kohë të tjera fe popullore si hinduizmi dhe budizmi, disa e shohin atë si një mësues ose si një avatar të ndriçuar sipas besimeve të tyre. Por jo, le të themi hynor dhe jo e kryqëzuar për mëkatet tona. Dhe kalojmë tek pjesa e fundit, por jo për rëndësia, në këtë mësim, si ta njohësh Jezusin personalisht. Së pari, Bibla thot qartazi që shpëtimi që Perëndia jep me anë të Krishtit tek njerëzit është me anë të hirit. Hiri është në një farë mënyrë thënë ndryshe dashuria dhe mëshira e pamerituar për ne mëkatarët, nga Ati Ynë. Pra shpëtimi është vetëm me anë të hirit, jo nga veprat tona. Ndërkohë që të gjitha fetë në botë, dhe këtu dallon Krishterimi si besim nga fetë e tjera, është pikërisht fakti se fetë e tjera mësojnë që njeriu duhet të bëjë vepra të mira për të shkuar tek Perëndia ose për të shpëtuar, le të themi. Këtë le të themi predikon Islami, pra veprat që ata kryejnë, ritualet, ceremonitë e tjera, këtë në mënyrë të ngjashme predikojnë dhe hebrejt, kurse hinduistët dhe budistët predikojnë të njëjtat gjëra, por në optikën e tyre nuk ka parajs dhe ferr, por ka rimishërim. Pra rimishërimi i njeriu në trupa të tjerë, mund të jetë një trup kafshi, një trup shpendi, ose qoftë një objekt në natyrë. Ndërsa Bibla është komplet ndryshe në këtë aspekt, sepse jep besimin, shpëtimin vetëm me anë të hirit Perëndis nëpërmjet besimit ton tek ky hir. Pra unë këtu nuk e kam shkruar, po kuptoj që jemi shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo na thotë qartazi në disa vende, por në mënyrë të drejtë për drejtë na thotë tek Dhjata e re, tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 2 vargjet 8 dhe 9, dhe po e lexojmë. Pra Efesianëve 2, 8 dhe 9. Dhe thuhet: ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndis. Pra hiri i Perëndis është dhuratë, ne nëpërmjet besimit e marrim të dhuratë. Dhe vargu 9 thotë: jo nga veprat që mos mburret askush. Pra Bibla nuk predikon shpëtim me anë të veprave tona. Bibla predikon qartazi që Perëndia shpëton njeriu, jo njeriu shpëtohet për te Perëndia. Dhe ky shpëtim është me anë të hirit nëpërmjet besimit. Ndërkohë, një tjetër aspekt i njohjes së Jezusit personalisht është kur ne pendohemi dhe besojmë tek ai. Pra e para është kur ne pranojmë hirin shpëtues të Perëndis dhe pranojmë që nuk shpëtohemi dot nga veprat, por Perëndia është shpëtimtari. Dhe e dyta është kur ne pendohemi dhe besojmë tek Ungjilli i Krishtit.
Pra pendimi është të kthehesh nga mënyra si ke jetuar deri në dje për të pasur një jetë me besim në këtë lajm të mirë të Perëndisë. Dhe po të shkojmë te Veprat e Apostujve, lexojmë nga kapitulli 13, vargu 19, ku na thuhet: Pendohuni pra dhe kthehuni që të shlyen mëkatet tuaja dhe të vinë kohët e fllatit nga prania e Zotit. Pra këtu është apostulli Pjetër, i cili i shpall pikërisht ungjillin besimtarëve të asaj kohe, ose njerëzve që do besonin më pas tek Jezusi si Mesia, Zot dhe Shpëtimtar. Pra i thotë pendohuni dhe kthehuni, që është pak a shumë sinonimi të njëjtës gjë, që shkryen mëkatet tuaja dhe të vinë kohët e fllatit nga prania e Zotit. Ndërkohë, një tjetër aspekt për të njohur Jezusin personalisht është marrëdhënia shpirtërore, më tepër se feja. Pra të krishterët, sidomos krishterët e traditës protestante ose ungjillore, ku edhe unë bëj pjesë, i japin shumë rëndësi aspektit shpirtëror ose marrëdhënies shpirtërore me Jezusin. Pra në frymë dhe në të vërtetë, sesa organizimit fetar, siç mund ta kenë tradita të tjera, si ajo katolike dhe ortodokse. Pra që mos të ngatrohemi, jemi të gjithë të krishterë, jemi të gjithë pjesë të njëjtës familje, të njëjtës pemë, por ndryshojnë traditat dhe denominacionet. Dhe në denominacionin protestant ose ungjillor, të krishterët i kushtojnë shumë rëndësi marrëdhënies, më shumë se sa fesë. Dhe po të lexojmë këtu tek Gjoni, pra ungjilli sipas Gjonit 17:3, pra na thuhet praktikisht dhe në fakt le ta lexojmë nga vargu 1 për të parë kontekstin, ku është një lutje që Jezusi në formë njerëzore para kryqëzimit i drejton Perëndisë atë. Dhe shkruhet në vargu 1: Jezusi tha këto gjëra, pastaj ngriti syt drejt qiellit dhe tha: O Atë, ora ka ardhur. Përlëvdo birin tënd, që edhe biri yt të përlëvdojë, sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që t'u jap jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ja ke dhënë. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Pra thamë në mësimin e kaluar, dashur miq, që përveç faktit që njerëzit i shpëton Perëndia, pra Perëndia i tërhet, krishterët të besojnë, por i tërhet Perëndia atë, pra atë i tërheq nëpërmjet frymës së shenjtë që i bind njerëzit për mëkatin dhe për nevojën e pendesës, dhe i çon tek biri i tij te Krishti. Dhe këtu tekstualisht Jezusi thot me fjalë të tjera të njëjtën gjë. Thot që të jap jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ja ke dhënë, pra birit. Jezusi i flet thuarit. Dhe thot pastaj kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet. Pra kujdes, Bibla është shumë qartë as i flet që i vetmi Perëndi i vërtet është Perëndia i Biblës dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Pra Krishti që të çon besimtarët e rinjtur tek Ati. Ky është mësimi të dashur miq për jetën dhe veprat e Jezu Krishtit. Nëse keni pyetje apo komente, jeni të lirë të shkruani poshtë kësaj video. Ndërkohë, miru pafshim dhe miru gjeshim në mësimin e ardhshëm. Zoti t'ju bekoj.